Në një zhvillim të rëndësishëm të hetimeve për aferën korruptive që përfshin kryetarin e Bashkisë Erion Veliaj dhe familjen e tij, gjykata e lartë ka vendosur të mbajë në fuqi masën e sekuestrimit për një banesë në Qerret, që i përket Ajola Xoxhës, bashkëshortes së Veliajt, si dhe nënës së saj, Valbona Xoxhës. Kjo masë ishte vendosur nga SPAK në mars të këtij viti në kuadër të hetimeve për një skem të dyshuar korrupsioni dhe pastrim parash, që përfshin blerjen e pasurive të paluajtshme në mënyrë të palishme me fonde publike. Gjykata e Apelit më parë kishte refuzuar kërkesën e Xoxhës për heqjen e sekuestros, vendim që u konfirmua edhe nga gjykata e lartë. Në këtë proces ishin përfshirë dhe dy shoqëri, të cilat kërkonin heqjen e masës së sigurisë, por edhe ato u rrëzuan nga instancat më të larta të drejtësisë. Sipas hetimeve të SPAK, Ajola Xoxha akuzohet për kryerjen e veprave penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor në bashkëpunim, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë edhe interesave private të personave të zgjedhur. Ndërkaq, bashkëshorti i saj Erion Veliaj ndodhet aktualisht në burg që prej 10 shkurtit nën akuzat për përfshirje në këtë skem korruptive. Për Ajola Xoxhën, pas një periudhe në masën e arrest shtëpie, u vendos masaj detyrim për paraqitje dhe i është ndaluar lëvizja jashtë vendit. Hetimet vijojnë me intensitet nga SPAK për të zbardhur të gjitha detajet dhe për të përcaktuar përgjegjësinë e plotë në këtë rast që ka tronditur skenën politike dhe administrative në vend. Zyrtarët e SPAK theksojnë rëndësinë e luftës kundër korrupsionit në nivelet më të larta të shtetit, duke dërguar një mesazh të qartë për panshmëri dhe zero tolerancë ndaj krimit organizuar dhe keqpërdorimit të fondeve publike.